Unë të ndrome pash një video, sigurisht e keni pa edhe për juve dhe për gjallarve, një familje në Shqipëri, ndoshta jura rasti me e pa, ka ardhë një program prej botës arabe në Bila i Wadhi, ka ardhë para Ramazanit, disa ja para Ramazanit, ishte edhe në Kosovë, ishte edhe në Shqipëri, edhe e kanë filmu, e kanë incizu një familje e cila në kohën e komunizmit kishte qenë familje tipike e atyne djelmoshave të ashabul kef. Familje e cila në kohën e regjimit të Xhaxhit Enver, kur ka ardhur urdhëresa zyrtare për të ndalu feja në Shqipëri, kur u ka ndalu njerëzve faljen e namazit, agjerimin e muajve kumt Ramazanit, kur u kanë rënë xhamiat, kur u kanë hek femrave shamijat, një sikur Ministria e Arsimit të ne, për afërsisht në ala kemi gjagjista, edhe pse emnin se kanë librezat i kanë dru, por në zemër ende e kanë marak Xhaxhin. Dhe qa ma i keqa kur qëllën njëjt emni edhe mbi emni. Edhe ato fore për ndales të dinit Allah Teala kishin qenë edhe në atë kohë, dhe subhanallah një burr emnin ndokët nëse zgaboj Baci Shaban, bab i 3 fëmijëve, 3 djemve, 2 djem në moshën 30 vjeçare. Njëri e pat emnin Ramadan, e njëri e pat emnin Idris, e njëri e kish pas emnin Ibrahim. Ramadani ishte si duket djali më i madh. Tash kishte diku 80 e kusur vjet, një burr që pash në video me mjekër të madhe, i cili si duket ishte mohikani i fundit, ishte bartësi i fundit i mjekrës si tradit sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Shqipëri në kohën e Xhaxhit, kurse kishte hek sunetin e mjekrës edhe gjatë periudhës së Xhaxhit. Në periudhën kur ndalohet feja zyrtarisht në Shqipëri, këta subhanallah bëjnë hijret si ku me pasar Dejjali dhe i grahin malit të nalt, shkojnë bjeshk për nalt edhe shkojnë në një shpell. Baba me 3 djem, edhe shkojnë në atë shpell edhe qëndrojnë të izoluar prej dunjas për me mbrojt dinin e Allahu Teala, me mbrojt sunetin e pejgamberit alayhis salam, me mbrojt namazin e tyne, agjerimin e tyne, dhe qëndrojnë në shpell hiq ma pak se 30 vjet. 30 vjet lazën. Shqipnin tonë, që pranë kjo video më ka shti edhe një herë me qenë krenar që i takojmë këtij popullit që Allah midis popujve evropian e ka zgjedh me qenë bartës të islamit në racën evropiane. Alhamdulillahi alladhi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Falënderimi takon Allah që na ka udhëzu, dhe mos me pas qenë udhëzimi i tij, s'ka pas kush që na udhëzon. Andaj vërtet jemi alhamdulillah të nderuar që i takojmë këtij popullit. Bab i cili ka marrë evlat e vet dhe evlat të cilët e kanë dëgju babën 2 vllazën, 2 djem mbi 30-at, i voglit 13 vjeçar kur kanë bërë këtë hijret drejt Allahu Teala. Baba pje thot, kena me shku qëtu në mbrojtje të dinit, edhe evlat pengojnë babën dhe kanë shku, po qëndrojnë atje, Baci Ramadan 80 e kusur vjet, Allah i xhennet e boft, e martoft me hyri kur njetë so martu. Ku ka pas? Në shpell, më martu. Qysh e keni agjeru muajin e Ramazanit, për e pyet, qysh keni llogarit që ka Ramazan? Çdo vjet po thot i kem hek, ka 10-11 ditë. Me tahmi, Allah i na i fal, po thot si të kem gabu na i ditë. Allahu akbar. Çdo vjet me tahmi kanë bë kalendar dhe takvim të vetin, me po Allah se kanë harru në agjerim muajit bekum të Ramazanit. Dhe në ndodhte po thot që qëndronim 2-3 orë e vononim iftarin, se e na vonun mal të lyf ushqim, kanë shkun mal dika me gjet ushqim, dhe pa hajnë në orën 11 natës për hajnë iftarin, edhe për dhe Allah na e falë që e kem vonun iftar. Që kjo vllazën është e thebet, qëndroshmëri, dhe në pyetjen e Bacit Ramadan që ti plakut, se atë ka porosit baba diçka para vdekjes, do të po baba na porosit ke edhe na thoj ke sabër e vlat, sabër, edhe pse e kini zor, kur mos i bani itat, mos ju nënshtroni qafirit, itat bani vetëm Allahit, s'ka mi bë itat,
Dhe këto kanë qenë për fjalëve të fundit të babës. Atë kamet në i merak ty, o batë se Ramadan, atë kamet në i merak, më pas kanë i ri tash, që kështë ba, a di merak i plakët 80 e kusur vjetë, me që ka që mjekë me ka puqë të barë, që shëhret me pa plakën, bartë suneti begamet a.s. Që për thëtë, shumë kisha pas qep i fol fjallë të Waraka ibn Naufal, që ja ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kur ka shku pejgamberi alayhis salam dhe e ka taku atë plak i cili për herë të parë mbas libave të shejta i ka tregu se ti je pejgamber i Allahut dhe Allahu ty të ka shpall nëpërmjet Xhibrilit alayhis salam pejgamberllëk dhe ka filluar zbritja e librit të shejt, thot kisha pas që Waraka e ka thonë këtë fjalë Muhamedi alayhis salam, kisha pas që më kon i ri e me të nimu kur populli të lufton. Batë se Ramadan për dhëtë kisha pas qef mu kon i ri me mësu dinin e mu bodave që i në rrugë të Allah Ta'ala. Në sa të ri kemi sot, sa e vlat kemi sot, edhe i ftofim për davetit. Në vend se ti stimulem me qenë dave që i në rrugë të Allah Ta'ala, bon me Allah inshallah. Se ishte momenti preks me pa një plak, nuk di kësh krim lexim, me po kishte iman, nuk dinte me filozofu për besimin, akiden e kishte aq të fuqishme sa që lypte me qenë hizmeqar i këtij dinit. E ne sot subhanallah jo vetëm që fëmijët tonë nuk i bëjmë hizmeqar të këtij dinit, jo vetëm që vetë nuk bëhemi hizmeqar të këtij dinit, por e zgjasim gjuhën ndaj atyre që munohen me i shërby këtij dinit. Allah Ta'ala inshallah i shpërbleft ja Rab këta musliman. Allah inshallah ja u kompenzon me gjennet ato vite. Allah inshallah edhe bacit Ramadan edhe një vëlla e harrovat tyne Ibrahimi, i cili i kishte shkru, a i kishte ditë shkrim lexim, i kishte shkru Enver Hoxhës letër dhe i kishte kërku subhanallah që të kthehet rrugës Allah Ta'ala. Edhe i kishte thonë mos lejo që një jahudi i Gjermanisë me ta prap popullin tënd, subhanallah. Mos lejo që një Marks me ta ndru edhe me elon popullin tënd pa fe, e kishin marrë, e kishin shtin në burg, e kishin dhënë injekcion dhe e kishin myt. Inshallah Allah e ka regjistru prej shahidëve ja Rabbi. Allahi na vasht deri në fund të kësaj jetës që të jemi inshallah në këtë rrugë, në këtë din dhe në hizmet këtij dinit. Allah i shpërbleft edhe një herë. Assalamu alaikum wa rahmatullah.